Rubrika personazh për sot është dedikuar një emri të sfikatur të sportit të mundjes, pikërisht ish kampionit të vllaznisë dhe të Shqipërisë, Alfred Bardeli. Ai jeton prej shumë vitesh, mbi 35 vite jeton në Itali, por shpeshherë gjen mundësinë dhe rikthehet në Shkodër, rikthehet pranë familjes, pranë shoqërisë dhe kujtimet e tij për sportin janë të pranishme sa herë ne takohemi. Fredi, mirë se erdhe në Shkodër. Mirë se gjeta zoti Gac. Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë i kënaqur që ju takoj sepse jeni personi që keni njeh vitet tona të sportit, je i vetmi mund të them që ke shkruar gjithmonë për mundin. Viteve tona prej viteve 80 deri në viteve 90. Është me së vërtet, Fredi, sepse unë kam qenë pranë mundjes, jo pak, por mund të themi shumë. Në fakt kam trajtuar edhe sportet e tjerë, por sportet e rëndë dhe në veçanti mundjen e kam pasur për zemër edhe për një fakt sepse jam lidhur me te duke pas parasysh që im vlla, im Pal Marku ka qenë pjesë e vllaznisë për mbi 25 vite dhe pastaj pata një përvojë të vogël me trajnerin Sulorama dhe kjo është arsye që e kam ndjekur vazhdimisht dhe me ju kemi kaluar shumë momente të suksesshme sepse keni qenë një kampion i vërtet i vllaznisë. Unë kam përzgjedhur jam kohë këtë ambient për të realizuar këtë intervistë me Alfred Bardelin. Jemi pikërisht përpara në oborrin e katedrales së Shkodrës së Shqipërisë që më herët ka qenë pallat sporti dhe e gjithë karriera sportive e Alfred Bardelit dhe e brezit të tij dedikohet dhe lidhet me këtë ambient, pra me pallatin e sportit që më herët ka qenë pikërisht pallat sportit, tashmë është katedrali e Shkodrës dhe për ta quar disi metej përpos aktivizimit, kontributit, servitjes, ndeshjes emocionuese në këtë pallat sporti, Alfred Bardeli dhe miqësia e tij, grupi i tij ka dhënë një kontribut jo të vogël, mund të themi mjaft të madh në rikthimin besimit fetar pikërisht në proceset e ndërrimit të sistemit për ta rikthyer nga pallat sporti në këtë ambient që është sot. Pra, janë dy momente që ne përzgjollëm të realizojmë këtu dhe patjetër unë ju rikthej në vëmendje edhe këtë ambient. Shumë e vërtet, zoti Gac, pati sportit në rallë parë, qysh në rini, kujton gjithë titujt kampion, gjitha ndeshjet e bukura, vllaznia si fituese, edhe unë edhe shok tjerë si individ, edhe rrinë gjithmonë domethënë zemrën time, sikur e përmende më përpara që në vitet 19, mandej edhe ishte edhe ndryshimi i regjimit, hapja kishë e çishte gjithë kjo, nga pallat e sportit, sa tash katedralja e Shkodrës. Sa vite zati karrierë ju sportive në këtë pallat sporti? Atëherë, unë kam filluar qysh në vitin 1978 me ekipin e të rive, me trajner Gjon Lekën. Në vitin 1979 kam marrë pjesë për herë parë me trit, e kam dalë kampion, 79-80 në 4 aktivitete me ekipin e trive, me trajner Gjon Lekën. Kena fitu kampion si ekip e Kupër Publiket në 4 aktivitete. Edhe unë si individ, vendet para kampion. Edhe karriera e jeme, sikur kam thënë në intervistë të tjera, ka nisë me titullin kampion me të rit, e fati jem ka kena me mua kampion me ekipin e të rritën, kampion i vitit 1990 dhe fitu si Kupës Republikës vitit 1991. Ma menën, mas natin njëshit mars, jam emigrant në Itali. Jam mi 35 vjetë që jam i shkputën për i Shkodrë dhe jetë në Itali me familjen të. Pra Fredi, largimi juve nga Shkodra, si shumë të rritë e tjerë, me dhimbje, por me shpresë dhe me perspektivat të tjera të reja, që pa tjetër jeni kënaqur me atë që keni zellë. Po, që të me gaci, situata ishte kjo në atë kohë në Shqipëni, ishte një rrumuj e malë, një gjithë qatë gjithë njerëzit më nëshën, ma me për me i kjo ashtë, për me pas
Domethënë një gjënë më të mirë jetesët, e gjaja parë që kam menduar kur kam ikë jashtë, kam menduar që me shku me punu, me mu familjen time në Shqipni. Prindë mi, domethënë motra, vëllezën e që kishe gjithë, se mas disa vite më kam kryer familjen time, mas një 4-5 vite që kam shku në Itali, më kam ndërtu familjen time, jeta vazhdon atje. Krejt shkurt, si u realizua largimi në Itali, se shumë sportishtë kanë marrë këtë iniciativë dhe dikush edhe me probleme. Pa, u hapë fjala që janë të njës tragjetët peshkaregjat, e morë me rrugën prej trenin prej këtu në Lezhë, unë vëj pjesë e malë, jam njësë me vlanë tem, vlaj jam ishë 17 vjeç, në të ko, Aldoja, shku me në Lezhë, prej Lezhë, zmanë me shku në Shtinë për me marrë peshkaregjën, për më njësë për Itali. Unë nisë me në kamëna prej Lezhët për me shku në Shtinë. Aty ardhi një zizë, unë nëllë parë nëshë, në narkoj gjithë vatë e sipër, e shku me të porti në e ishë njenit. Marrim për me një aty, në periullën ku kena shkuna, ka keni rrëthun komplet policia dhe qiqin për pjetë me push. S'mu ishim për me kalu, se ishin bloku, ishin mush pjesa molle e peshkaregjave. Në që banë, u halme me tesha, s'mu ishim komplet të nëtë, për me ka peshkaregjën në tjetër, s'mu ishim kalu, ishte bloku komplet me policin e me gjithësish. E ka me peshkaregjën nëtë, belena një muën disa, asë nuk e njofë shqiptarë që ishin manë për tesha, se tesha të harnoshin, me gjakoventën, me gjitha për mu të rek me hypë në peshkaregjë. Prej aty më në kena më rritë në Brindisi të Italisë, kena një ditë në Brindisi, prej aty në shpërdanin e për kampet tjera nga Brindisi, i shpërdanin gjithë shqiptarët, dikush një këtë Italisë, Sicilia, dikush ne në të kojnë nërtë, në veri do më thonë. E në qulin e transferunin në Asti, kam majtë 3 muaj në Asti, prej Asti më jam spustu, e kam 35 vjetë që jam në Torino manë. Kas mjafton sa për një episod për shikuesit tanë që po në ndjekin se si u realizua largimi juaj nga Shkodra për në Itali, por me dhime, pa tjetër, për të... Se me lanë vanën, me lanë familjen, me lanë gjithë pëndë, që ishte në kodite se a do të vishim, a do të vishim një taku për lejherë, a që a mund të bëhet e puna, si ishte alë kjërë situata, se ka pas njërës që kanë shku në emigrim, e kanë vdek në emigrim pa familjet të tëne. Por fatmirësisht, rroba juaj brillante. Sot jeni kënaqur familjar me fëmijë? Kanë 3 fëmijë, gruan e 3 fëmijë familjen tëme. Fëmijët japë moj, studiojnë, dhe tana. E jeta vazhdon. Zohëm që jeni mjaft mirë, por ne na intereson periudha sportive. Çfarë lat pas kujtimet tuaja? Atëherë në kujtimet e mia. Sa titull kampion ka fituar Alfred Bardeli dhe në çfarë peshe? Në kujtimet e mia, Messenger më të bukur se vllaznia në viteve 80-90 ka qenë ekipi më i mirë në Shqipëri. Jo vetëm Shqipëri, po edhe më i suksesshëm i klubit Vllaznia. Se 7 titull kampion, 6 kupa Republikët e Spartakiat, klub Vllaznia 80 viteve 80-90 si ka fitu kusht tjetër përveç ekipit të mundës tjera. Edhe Shqipëri ka qenë ekipi më i mirë se sa kena fituar në mundet tjera nuk ka fitu kusht. Kjo me të kujtesën teme. Ma në gjaja tjetër më bukur që me të kjo, sepse një ata 7 titull kampion 6 kupa Republikët e Spartakiat, unë jam mandu villan ekipit vandet para, se 1983 unë jam fitu si kupës Republikës, antar ekipit kombëtar, që nga këmullu me kombëtarin. Unë Rok Bardeli, Augustin Milli, e Toni Ndemo. 4 vetë. Prej muaj gjysë kena në Tiranë, për kampionatin Europian në Turqi, u bashkë gara kontrollit gjitha, unë fitova gjitha karat e kontrollit me kundërshtarin tem. Ma masi mujtë e gjysë në këthyrin për probleme shtetënore, probleme federatet në punë të tëne, por që po du me thonë që një ta, unë qysh talë të të reshin, e deri në 1991, unë kam gjitha vendet para. Nëse mund kem hupë në i garë, alla është të dajtë normale, se unë kam kuru edhe në 3 peshat nërshme, e konkurenca kanë shumë forës. Sporti mund të ullje në peshë. Por që kjo është që unë kam zonë vendet para në 3 pesha, kam dojnë kampion 3 pesha, talë të dush, 90 edhe 100 kilsh, e paka pak të rritë pesha ka po 100 kilsh. 90 kilsh kam marrë medalje kampion kombëtar, e medalit ardë të 84-shin, e 100 kilsh kam marrë në 89 kampion kombëtar, e medalit ardë të Spartakiatin e 6 kombëtare. Fredi, ndeshja juaj më e bukur që ju ka mbetur në kujtesë? Po, kjo që për mëna Alija Zameti janë shumë ndeshje, janë shumë se në kundërshtar fort të gjana.
Po kjo që i ka meta dhe Elias Ahmetit, që ka përmana intervistat e tia, Trajneri juaj i suksesshëm me ekipin e tritur. Keni pasur edhe John Lekin, por periudha më e suksesshme është me Elias Ahmetit. Ka kënë po që ka kënë në talë të kuatëshin për Shkupi, me Jasher Ibrahimin e 7 nëmorit, më shko me i bot talë të dysh, kundërshtar kishte të film koqin, që në kishe mujtë gjitha gajat e tjera, të kontrole, gjitha që ishin komtare, gjitha. Atje shko, pas se me hinë peshore, sa më të janë 5 minuta, më thotë mu keme batët në laqë. U mërzita i fjen faktësisht, se ishe përgatit për tjetë kundërshtar. A i në të kohë ishte i kapte gjithë mu, i rëzote i vete të gjithë më burë. Kishte marri forcë, nuk e dion, superlative. Mos po do me manë, i kapte kundërshtarët, i bishin vetë në tuç sa i kapte më burë. Dhe si shkoj në eshja? Në eshja shkoj që e kam kapë kam mujtë me tuç, unë kam hisa, isha i mërzitën, kam në shqip pesha. Edhe ishe i acarum. Keqartja që ju ndryshu pesha, ju këthy në forcë. Gjitha e allime mërzit që ishte më këthy në forcë, ma dukë si me kanë 5 kile, shqe vetë më dhe. Po dhe kundërshtarë tjerë i kam qurë në ka. I kam qurë në ka. Në aty të më thënë të pesh ishte, në të kohë ishte Jasher Ibrahimi, që e kam qurë 2 herë, kam qurë herë në ka, e më ka hitë për krajt, më ne kam ka kraj në kamin, e ka shku, e kam vunë tuq. Ma me ishte shëpit Bjurlica, e mi është sportit e gjana, ishte ashtu, ma e vasilat sota i Dinamos, ishin mundësat mirë atë, i kam qurë në ka gjithë, atë kam qurë në Shkodër që janë gjithat fotët e gjanat në Spartakiat. Kjo u realizua me këte kundërshtara se thatë me heret në Peshkopia me tradit. Po, e ka pasur dhe vazhdojnë ta ushej. A ishte nga Peshkopia, por që jetohet në Tiranë, që e moj 7 nënore, nuk e di, unë martua, nuk e di unë punë të veta. Profesorët e Tiranë. Dhe garantin Peshkopi për para tifozëve të ti? Para tifozëve. Po kishte i gjatë bukur se shumë tifoza të Peshkopis, ma lej dur të kiqin për mu. Dur të kiqin për mu, mba me shumë tifozë. Interesant të pëse e ishte Dibran? Po. Tifozët vendas ishit me ju? E ishte shkej puna. Se po anë ma e përgaditin teme, dhe Eliasim tha, unë e kam ditë, kam kanë të i kjarta, jem kanë i bindën 100% për i përgaditës që të ki pas, të i fështirë me të mujtë kush. Ashtë të fështirë por që ma me në sporti ka i të gjane, ka prej ulla faza, ka shane, se s'mune gjithë mund majtë njëjtën formë, si i thojnë. Me që përmendet teknikun, tranerin Elias Ahmeti, respekt për të se pëse ka qenë një kampion vetë i mundjes, por edhe traner profesionist. Elias Ahmeti, kampion si individ, si sportist, traner kampion në shumë vite, ka ditë me drejtu ekipin mirë, dhe man ka pasar në ty në ti, fje kështë forcë, me thanë që... Për qëfar me te për spikaste? Sportista dash me ba që ka thanë e më burë, sepse kishtë atë mamëve thotë me ba njatë. Njëna ka dzerë për thamë, krosit që kina banë na, vrapin që tërvitin. Ashtë e fështirë sëtë, unë nuk e vi sportistat. Unë se djeqia, po dhe gjenë të ri sportista. Ku e bënit krosin vrapin? Na unë ishim palestra këtu? Të palestra këtu të pati, të pati kisha madhe. Për rithekësojmë për vëmendet publikut, kjo është sot katedralja e Shkodës, por ka qenë për shumë vite, që në 67-ën ka qenë pavati sport. Unë ishim me veprej këtu, rrugë gjithë fundajt, ka pershi, kodrët e tepes, majtë kalas Shkodës, pa metrët e fundit, për një dertë e dira kalas. Unë nuk di qëfar, të mërë të thënë, rëzik me qëpartu i gjokësi. Allah atje nuk unë njëtë gjithë ekipi, kjo është të tërtet. Nuk unë gjithë? Ja, unë ishim peshet e leta alonë, se unë kam kamec. S'kam kanë dhe janë pesha në të kula kanë 80 kile. Unë edhe peshet e leta. E pesha tjetër... është momenti të kujtojmë disa nga kolege tue, mundësisht sa më shumë emra, që kanë shëqurë karrierën tue sportive, që nga pesha parë, deri te këtë fundit, edhe ato që kanë pasur me pak hapësirë aktivizimi për rezervat. Gjithat atë titoj, 7 titoj kampion, 6 kupa Europike dhe Spartakiat si vazhdi, nuk i ka fituar fetë Barteli vetë, unë kam morën kontributin tëmë, kam zonë të mjarë, kam të para, gjëna, po janë gjithë skuadra, janë gjithë tjerë, po si bazë e ekipit, që ka kanë kjo, që kanë dhe më thonë, ose fillojnë për të pesha parë, në të kohë ishë Seladin Rejgja, la i kampion, Gaga, që nga tjerë Gaga, Malenën Artur Sukaj, Tomaraci, Agustin Mili, të në ndema dherë në 84-shën, në kalan sportin, në kena vazhdu dherë në 91-shën, që kena fitu, po unë i përmendit gjithë, të asashtë normale, a këtë nga bunë.
Lojzeti, Ludovik Vata, Rok Bardeli, kanë gjithë ekipi kanë ekip kampionësh. Se cili prej nesh pretendohet me fitu, ose mund të huptin është në shkoteve në dytë, ekipi ka kanë absolut. I këtë të mund që... Edhe emrat e tjerë nëse kujtoni, me atë brez se kanë qenë pjesë e ekipit dhe kanë pas aktivizimet e herë prasershme. Po, ka kanë Lutfi Dibra, që ka kanë i peshe vogël, ka kanë peshe parë, Ismet Guri, i të shtenosh të arraja, ma kanë ponjëm, si me thani ta ma kërësort. Ismet Guri shumë aktiv, gjatë saj periudhe me shëshatën e mundjes. Po, si ka pas Det Kula, ka marrë pjesë a Det Kula. Fatmir Bajraku, po... Ja nuk ka qenë klasika. Për të shikush ka qenë tjetër, se së mvinë kajtë gjithë që kanë parë vita shumë në Ingruda, që ka qenë edhe kampioni të rive, ma ne ka kalu me të rritën edhe në Ingruda, se në 80-ën, si kur e thash, pjesa male e ekipit të John Lex, kampion e ekipit të rive, kalume me ekipin e të rritën. Zyberi më kujtohet. Po, ka qenë parametre, edhe për parametre, si ka pas Zylbera, nuk e kujtoj fort mirë, se s'ka qenë për ju, ka qenë shumë parametre. Tomru ka qenë pjesë e ju e? Kujtoj Frank Topalin, që mas të harroj Frank Topalin, Isa Vejukën, janë që Hysen Vejukë, janë tonë këta që kanë kënë dhe ma për parë, se të shëndinë më në tonë. Det Bego, ka kënë për ju stanë, se që deta në tënë, të vetën ka në sportë. Edhe si trenerë ishtë. Por që i putë me thonë që i ta janë. Në pas të ikë në kush prej emrat në falën, se më të ba me qohën. Të gjithë kanë rëndësinë e tyre, por natyrshëm Bardelet e Vazhnise kanë tërhequr vëmendjen, kanë parasysh Rok Bardelin dhe Alfred Bardelin, dy Bardel kampion absolut. Sa keni ndjerë suksesin e njëri tjetrit në karrierën tuaj sportive? Suksesi ka kanë, më thonë drejtën që në dëshira ka kanë. Gjithmonë për Rokën, që ku shënjem, djallarë që jemi, po ka kanë gjithmonë që jemi fitu, unë s'ka këtan, se kur futë i shokë joni, i njerë ju futë në tapet bërtit që gjithë me të male, për me ba me fitu, për me gjyshtaria shumë herë. Absolut, Rok Bardeli në karrierën e tij sportive me gjithë të titull. Po se, shumë. Edhe, kur futë të kush gjithë për shokëve tonë, cili do, na bërtit që gjithë, më lasëm gjithë shkoshin të Eliasit, të trajneri, ato federata, që ishin ato gjyshtaria. Më edhe këta sportista, si dhe të përashtë në këtë, ka një shështim, një si shumë e malë. Doja të dilet të kjo fakt, sepse sa ka ndjerë mundja shqiptare peshen e dy bardelve për atë autoritetin e sukseseve tuaj, sepse që dy së bashku, Rok Bardeli dhe Alfred Bardeli kanë një mal me tituj, me kupa, me diploma, me suksese. E kanë një se shkohet ka një kajtë përgjithsi mundin. Se unë i shofë rezultatet që kanë me thënë drejtën, është e fështirë, edhe kushtet gjanat kanë në shu, se njërëzit nuk rrinë këto, dojnë me ikë, nuk është sa fillin e pregaditën, menojnë me ikë jashtë, shtetit, kush atje, mamja jonë ka kene sportistave, e koncentru me gjithmonë të sporti, me ban sport, me fitu, se njërë ka kanë, se njërës në mëjnë me ikja shtetit, nuk e... Fredi, folëm jo pak për karrierën tuaj sportive, për sukseset, por ajo që thamë në hapjet e misionit edhe për shikuesit tanë, që arsyeja që ne po realizojmë këtu këtë intervistë është sepse në fund kemi sot katedralen Shën Shtjefi të Shkodrës, me herët pallati i sportit që është përmbledhur gjithë karrierën ju sportive, por përpara se të largoheshit për në Itali, keni dhënë kontribut maksimal me grupin tuaj në rikthimin i besimit fetar, si. Këtij pallat sporti në katedrale. Shkurtimisht me kujto me bashkëpunëtorët tuaj metafora, sepse kam parasysh sportistët profesionist kanë qenë protagonistë. Mund të fillojmë me, domethënë këtu, se me datën një muajt që u bë mesha mallë, më gjithë Shkodra, gjithë Shqipëria, apo na i javë përpara ishim gjithë jena mlallë gjithë të kisha të maj aty, të një mu për kapelen, për më nërtu, se ka kene Diego në prishën, e me preja të barën e të barishtë, dhe me të mesha male, me datën e një muajt. E na me datën 10 në darë, kemi naj gjithë natën aty, të nëzë flakadanë, si të në zjermë, për më të ze, se ne nësë ne të mesha male.
Me dëmë si më një banin e fakshëm. Është diçka historike, jo vetëm për Shkodrën, po për të gjithë Shqipërinë. Kush ishte disa nga pjesë e grupit? Pa, i fillojmë gjithë, duke fillu Pojtë Zivgjoni, Rok Bardeli, Kulet Sermi, Zefkiri, Marjan Leka, si ka Temali, Benart, Tonin Temali, dhe më dhani, ta kena ka njërëzit më atë afert. Qekini, ka qenë, ko Qekini pjesë, familja Qekini. Po, ato... Majmen se ko Qekini ka qenë. Po, ata kanë marrë pjesë, unë do përmendit e njërëzit më atë afert. Ju morët guximin që për të thyer... Masa ne kanë sportistat tjerë, që ka kanë Agustin Hedhi, ka kanë Tumarat, që kanë gjithë me ne, gjithë kanë dhënë kundër butin e tëne, Rok Shtjepni, Vla Shtjepni, janë gjithë njerëz, të shtë mund përmërik në kush Pajmenës, Valentin Deda, janë gjithë njerëz që kanë dhënë kontributin. Mjafton me kaq, por kishit, po themi, frikë apo presion nga sistemi, që akoma nuk ishte përmysur gjithçka. Frika ishte male, pa besimin Zot ishte maj malë. Se ne na thani që gjithë vagonet e trenit, masë vorreve, të vorrezat, ishit moshën e policat, ata pritin vetëm urdhën. Pa që kishim e banë, nësë ishim të amatosë, në qiqim, në zhdukshim. Super rëthim, por fatmirësisht asnjë televizion nuk pati. Me frikë do me kanë kena, besimin Zot ishte maj malë. Varrezat kanë qenë të rëthurat. Të rëthume, këtë këna kanë malë. Totalisht. Nësë ishim pasën e banë, në shkënjëshin komplet. Një fakt që ndoshta jo shumë kush e ka përmendur, vagonat e trenit. Po, kanë kanë mushën e policë, gjithë pajtianit, që kanë masë atëne. Na dishim një bëllat... Mas Varrezave, tek stacioni, komplet kanë qenë vagonet me policë që kanë në pritje të urdhërit, por që fatmirësisht u menaxhua. Qa kishim e bana, na mund bashim një që të mujshim e bana, ata ishin të armatosën gjithë në rajtë këtë, nësë mujshim e bana, po një tjetër ka kanë, ma dhe meshët e kishë shtanalë, që shumë e malë, që me 17 parit, do me thonë, me 9 hap kisha në Shkodër, me 17 parit kisha shtanalë në Laq, pa delon ka ba që ka vanë meshin e parë, ne kena shku gjithë për Shkodër dhe kena shusnu pa delonin të kisha Laqit. Më kujtua një moment edhe me Tonin Alis, edhe Tonin Alia ka qenë pjesë? Tonin Alisin e kam thane, e thamë edhe këtë që ka ba pjesë të Karitasi, ka një mu të Karitasi, Mirë, Fredi, ka janë kujtime maksimale dhe meritoni një respekt me të vërtet të posaçëm për kontributin që keni dhënë edhe për këtë aspekt, për rikthimin e besimit edhe për rikthimin e këtij pallatsporti në objektin që është. Mund të them edhe dy fjalë tjera se harrova se është mos e ka bërë doja i Tonin Alis. Gjovalin Zefi ka marrë pjesë, Allah ka kanë gjithë kënë me ne, Gjovaja e Daja i Tonin Alis, që ka kanë, edhe ku kena shku me këtë tjetërën, se përfonova, ku kena shku në Laq, me la meshë, me Paderlën ka bashkë, ka kanë kushia jem, në Rus Katolik, ka arë në dyrë temen ka gërësit, djali Zef Bardelit, kam qef me la meshën, ka thanë, në Laq, meshën e parë në Laq, kam thënë, pa marë Paderlën, rri pa marë, vjetë marë, shështë me napi meshën, e bjellë herë dhe në shpi, është të bashku puna. Kam shku të kisha, kam folë me gjithë grupin, gjithë që ishim, që kishim hapë kishën, i thamë karë Paderlëni, shështë të unë, edhe dhe me lanë meshën. Rame dakord me lanë, me që Paderlëni, se ardhë i për tjetër, nuk kujtet e shemin, se do të i tjetër me lanë, po ati i thanin që Paderlëni është i pari që është paraqitë, do me thanë, natë në njësë me datën 6 muajt. Dy momente historike, edhe... Jena njësë me datën 6 muajt, jena njësë janar, atë natë kena lanë me fjetë të vjerri i Agustin Hillit në Laq, se në tjertë kena në jashtë, kena fjetë, ja kena fjetë, për kena në jashtë shumë, që kena pasat provokime e gjana. Ne për i malit gjithë natën me flakadej nësë, ishte dimi, ishte ftoftë, Paderlëni ishte edhe moshma, por të 5 vjeç, asë sa kënë, ku mund të leshim jo, është të qume të shpia e vjerët të Agustin Hillit. Ma një senadje, e kena marrë, e ka arsipe për me lanë meshë. Ati kena pasat provokime, në qitën e pistoletin për me në ba mu largu, njani për shokëve tonë, nuk pa thamë, pa shokë të dinë se kush ishte i qiti pistoletet, dhe njani për shokëve tonë, e drejt e jetit e kodrë, dhe sa morë heiku, kur edhe mesha shkoj gjithë shka morë me më gullë poshtë, për e kishë në, ne doli i grupë për para, janë edhe fotot gjithë në Facebook tonë. A thot, a dash me marrë lajë, ishte i plak.
me qeleshe, me njerëz tjerë. Na bloke rrugën e Patelonit. Patelonit, unë i thamë, ku ja dash një malë, i thamë. Ja për të njanin këtë temin, kjo është kërë plaku. Pateloni, lajnë a kolon zoti, i tha Pateloni. A kuptan, si, tha, pojtë. A kuptan, ata në rrëthunin e kështu, në ishëm ata në lupja. Kuptan, u banin të debatë dhe gjanë që në provokunin gjatë ulljes për të ujtë poshtë. Morë me trenin, e kam shishnuar herë dhe të shpia Patelonin, i thash Patelon rri qetë, vjetë marrë të shpia e qelë herë dhe në shpia. Dhe sot ishe standot në Laçësh. Ashtë një mrekulli e madhe, ashtë një mrekulli. Vizitohet jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga jashtë. Ata janë gjithë këtë që e thamë, u të betohem është e vërteta, so unë zdu me herë. Fredi, dhe jemi drejt edhe mbylljes së kësaj bisede, gjithë ky kontributi juaj në fushën e sportit, por edhe në fushën jetës shoqërore, pra në kontributin e besimit fetar. Jeni i shpërblyer, i vlerësuar nga... Ka në sportit jemi i shpërblyer edhe me çmime me gjana deri diku. Më janë gjana të japa për të realizuar. Se janë shumë që na gjithë na përmendin, ajo është, po në kasina milioni, ajo është gjithë me djesh balli i tojnë. Janë gjana të japa. Sporti, çfarë vlerësimesh kryesore man Fred Bardeli? Vlerësimet janë që është 1989 jam njerëz të sportit, që është gone e shtetit të qeverisë që ka kanë. Atëherë, në 2010 në klubin Vllaznia jam kallan në sport të Shkodran. Në 2017 kam marrë milion e bashkisë të qytetit. Në 2019 Federata Nderi Mundës Shqiptare, mandej në 2019 edhe herë ka kanë për 100 vitorin e klubit Vllaznia që mund të shekullit ashtu, mandej i fundit ka kanë ky president, 6.000, do të thonë që mirë Çerimall. I tanë, ka në sportit gjitha jam ashtu. Kurse nga ana e kontributit kish, son zdo me fyka kanë ashtu kanë. Ata shpishojnë vetë ata. Sa ta kanë marrë. Mund vinë në Ja, se kanë bërë disa gjëra që e kanë kjar, disa njerëz që pse jo Fredi, edhe kjo intervistë që po japim së bashku. E kanë kjar për burr, po i din. Mund të jetë një mesazh për rikthim në kujtesë. Unë s'du me folësh e ne ashtu, se në karën si apo. Unë ja kam thënë edhe dikuj tjetër i pritsit mall. Çdo gjë që kam bë, e kam bë për të mallin Zot. Molla çmim nuk molla prej, nuk më tërësi. Çdo gjë që kam bë me shpirt, me zemër për të mallin Zot. Ky ishte Alfred Bardeli dhe ky është Alfred Bardeli i famshëm, ish kampioni absolut i mundjes shqiptare, por edhe një personazh me kontribut maksimal edhe në jetën shoqërore dhe kryesisht në shndërrimin, në rikthimin e besimeve, ku siç i përmendë disa momente ishin shumë interesante në meshën e parë, por edhe në rikthimin e këtij pallat sporti në katedralen e sotme. Fredi, faleminderit. Shumë faleminderit zoti Gac, të uroj suksese gjithmonë, siç e thash, sepse ti për herë për sportin nuk mund të thojnë kush je i vet, me çikinjek, gjitha sportit, po kryesisht të thashë në fillim, sportin e mundës. Ma mirë se ti nuk na njeh kërkush tjetër. Respekte. Shumë faleminderit, respekt Gaci, shumë faleminderit sa më shpejt, shumë faleminderit. Të nderuar shikues, ky ishte personazhi i sotëm tek rubrika jonë për yjet e sportit Shkodran dhe Mexher. Do të takohemi në një moment tjetër me një tjetër figurë po aq interesante. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim.